Dhe si çdo ditë do të flasim për protestën, më saktë do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Shishi ku mbahet protesta për gati 60 ditësh, një protestë e cila kërkon në një kusht të panegocueshëm dorëheqjen e kryeministrit Rama nga qeveria. Lidhemi me gazetaren Sabina Nika. Sabina, përshëndetje, si duket situata sot? Je pikërisht përpara, po themi, momentit kur edhe gjithë protestuesit nisin marshojnë drejt kryeministrisë, apo jo? Shpresoj të më dëgjoj Sabina, kemi një problem të vogël me audion, por sigurisht do ta kemi në moment, duke qenë se jemi në një transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë, pas krave të Sabinës, dëgjoheshin thirrjet në korë të protestuesve Rama-Burg, Berisha-Burg. Si duket sot, Sabina? Etelina, në ditën e 60 të kësaj proteste me tashmë rutinë të protestuesve dhe qytetarëve të cilët zgjedhin pas ditën të mblidhen në sheshin Skënderbej, aktualisht ata kanë nisur marshimin pra si pjesë e parë e protestës drejt kryeministrisë. Ditën e sotme ata kanë marrë të gjithë aktorët politik për të cilët kishin thurur vargje e këngë, le të themi revoltën e tyre tashmë ata kanë zgjedhur në forma të ndryshme ta shprehin. Sot ishin poezit për të gjithë aktorët politik që ata kishin zgjedhur. Vijojnë të kenë kërkesat e ngjashme për 60 ditë, të thëna në 60 herë nga ana e tyre, ku kryesorja është dorëheqja e kryeministrit edhe në këtë 2 mujosh të kryer të protestës tashmë. Ne mund të ndjekim edhe pankarta të cilat vijojnë të jenë të njëjtat pothuajse çdo ditë. Kreativiteti i tyre tashmë nuk mungon, të cilët kërkojnë me ngull dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Flamujt dhe 2 pankartat kryesore për Shqipëri të re dhe dorëheqjen e kryeministrit vijojnë të prinë sërish protestën në këtë ditë të 60, familjarë të shumët me fëmijë të grupmoshave të ndryshme zgjedhin të bashkohen protestave si çdo ditë. Ende nuk kemi diçka të ndryshme këtë ditë, pasi thirrja është më e madhe për ditët në vijim, ku presin që diaspora të bashkohet sërish dhe sërish protesta mund të vijojë ditën e njëjtë përpara parlamentit, pra ditën e nesërme, për të vijuar thirrjet e tyre tashmë më pranë përfaqësuesve të tyre politik, që për ta ata nuk janë as pak përfaqësues të realitetit në Shqipëri. Sabina, si duket pjesëmarrja sot, nëse e krahasojmë me dia apo disa ditë më përpara, megjithëse ky është momenti kur të gjithë mblidhen edhe ka njerëz që shkojnë ndoshta edhe më vonë për shkak edhe të temperaturave të larta? Temperaturat bëjnë që të mos jetë shumë e favorshme pjesëmarrja në fillim të protestës pra rreth orës 17 apo orës 17:30, por më shumë pjesëmarrja shtohet gjatë marshimit në kryeqytet, që shumë qytetarë të pafavozuar nga pjesa e motit dhe temperaturat të nxehta zgjedhin orat pak më të vona për t'u bashkuar, por pjesëmarrja është konsistente krahasuar të paktën me javët e fundit, edhe duke marrë parasysh edhe pushimet që përkojnë këto kohë. E qartë, po si paraqitet, më the që ka prindër me fëmijë të vegjël, një pjesë ne i shohim që janë aty. Ka edhe më mbrapa njerëzve të tjerë prindër me fëmijë që janë në protestë edhe sot në ditën e 60, ndoshta jo për ditë, po me cikle. Etelina, protestuesit tregojnë shumë të kujdesshëm që prindërit dhe familjarët pra i lënë kryesisht në rrjeshtin e parë të marshimit dhe të personave të cilët vijojnë protestën, por edhe në pjesën përpara kryeministrisë ne shohim që kemi shumë familjarë të cilët kanë zgjedhur sërish të marrin me vete vogëlushët e tyre në këtë protestë paqësore dhe kujdesi nga ana të gjithë protestuesve për këtë grup mosh është e veçantë dhe trajtohen në mënyrë shumë të kujdesshme nga të gjithë ata pavarësisht grup moshës. Por pjesëmarrja e të vegjëlve pra ata kanë këndin e tyre, siç ne kemi ndjekur edhe ditë më përpara, të cilët janë kthyer në një rutinë ky proces i protestës pas dite në kryeqytet. E qartë, Sabina, faleminderit për raportimin nga protesta edhe besoj plotësimin për kronikën për nesër me gjithçka ka ndodhur dhe do ndodh sot në ditën e 60.